Me lejnë Allah të zëgjel, në këto qaste të pakta do të flasmi se qysh do t'jetë agjërusi në Ramazan. Do më thonë agjërusi në Ramazan. Sendin e parë që do të ketë agjërusi në Ramazan është qiyamu Ramadan, me i falë taravit. Nga se në ka ardhë hadithe profetike që në e vlerën e namazeve në Ramazan dhe vlerën e taravitve. Thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush ngritet i fal taravit me iman, duke pat besim, duke pat bindje, duke pat iman, duke llogarit për qatë namaz shpërblim tek Allah azza wa jall, shpresan për shpërblimin tek Allah azza wa jall, ati ju falen gjunat e kaluara. Kjo hadith e ju lëzër është bërë lidhje me hadithet tjera. është komentuar tek dietarët e ehli sunetit me hadithet tjera që kush don për krijesat e Allahut, për agjëruzen, me marrë shpërblimin e atyre që falin taravih dhe më fal gjunat, është me një kusht. Inna rajula idha salla ma'a al-imam hatta yansarifa hasiba lahu qiyam al-layl. Në qoftë burri falet me imam derisa ta kryen imami komplet, derisa s'ka më namaz në xhami, atëherë që ky ka inë këtë hadith, që ky ka fal namaz taravive, e jo ai cili vjen i fal 2 recate dhe del. Ky se ka arrit këtë kuptimin e hadithit, a shpërblimi i këtij hadithi. Mirë po, prej fillimit dhe i mbarem 8, 11, 11, 13, 20, 20, 30, 30, sot dush fal, sot falet imam, edhe ti ki më falë si aj. Kjo hadith është një ngjitur me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është sunneti i imam logre. Qysh falet imami, për te, Allah në ty du të më falë për me arrit shpërblimin e këtij hadithi. Agjërusi në Ramazan sëndin e dy që do të banë është tilawatul Kur'an. Me lexu fjalën e Allahut azza wa jall. Me lexu Kur'an. Më mundu dita e tij me kalu me leximin e fjalës të Allahut azza wa jall. Ata që s'din do të më mundu me mësu para Ramazanit, që me mësu dhe me thonë leximin e Kur'anit. Po ata cilët i kanë zonë Ramazanit dhe nuk din, a ban shëp me lexu? Po, ban shëp me lexu. Edhe inshallah e merr shpërblimin. Leximin e Kuranit mos e lë. Pse? Nga se Abdullah ibn Abbas na tregon, thotë fe inna Jibrila kana yalqa al-Quran kull lejla fi Ramadan fe yudaris al-Quran. Për ta Abdullah ibn Abbas na tregon se çush ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë me të vërtetë Jibrili ka ardhur në Ramazan edhe ka mësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Kur'an, me lexu Kur'an. Për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thujt, domethënë Allah azza wa jalla në fakt e ka thujt muajin e Ramazanit, muaj i cili është zbritur Kur'ani. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Më vërtet muaji i Ramazanit është që në të ka zbritur Kur'ani. Ka thonë Ramazani me çka u veçu? Ramazan u veçu me leximin e Kuranit. E qysh është gjendja jonë me leximin e Kuranit. Pastaj u lezën, agjërusi në Ramazan do të ketë edhe el-ikthar min sadaka, shtimi i sadakas. Më mundu në Ramazan me dhënë sadaka. Kalem ditë e Ramazanit, çka ki bë? Çka ki vepru? Domethënë do të më mundu që nuk po thot sadaka, në shprehje këto, nuk po thot sadaka. El-ikthar, sa më shumë me dhënë sadaka në Ramazan. Ka në transmetim riwaje Ibn al-Husayn, për djalit të Husejnive dhe të Husejnit, thot: "Idha atahu sailu rahabba bihi wa qala marhaban biman yahmila zadi ila al-akhirah." Kur ka ardhur lypçi në derën e tij me Turqit, me libat Hasanit, subhanallah. Kur ka ardhur lypçi në derën e tij me Turqit, i ka thonë mirë se vjen o person i cili po e mban bagazhin tëm deri për në ku, deri për në ahiret.
Subhanallah. Ta thonë lypsi, është ai cili, ai nevojtari, është ai cili e mban çantën tonë për ahiret, bagazhin tonë, moshe bagazhin tonë. Ti nuk e mban ata, ti nuk e kjen ato, të kush është duke mbajt për ty. E sadakaja i ndihmon njerëzve të varfë dhe atyre që kanë nevojë, i mban veprat e tua deri në ahiret. Mundet me thonë ai kush, hoq, e çka është puna, qysh na mëson neve për sadakan. Ja shtyre fjalë që i thash unë. Muadh ibn Jabal ka thonë ta'allamuhu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Mësoja atyre që nuk din çka është sadakaja. Kur të folmi për sadaka, ja mësojmë se çka do të thonë sadakaja. Me kuptu çka do të thonë sadakaja. E pyet hoxhën, çka mendon ti? Kush më mirë me dhon sadakan? Kështu që unë them se sadakaja më e mirë që do të më dhon, sidomos na që jetojmë këto, është me dhon për xhami. Është me dhon për xhami. Dëgjani o ju vëllezër të mi. Kjo është fikku. Kjo është që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha arada Allah bi abdin khayran, kur Zoti e dan të mirën e robit, ja ban që me e kuptu, ju fekku fi din, me kuptu fejen. Cila është më e mirë, sadakaja më e mirë. Na që jemi jetojmë me këto, se cilë për neve ka rogën edhe ka këta dhe ka ata e ka këta, mëse nismi një krejt. Nuk ka ku më fshet, këtë e dimi. A u tanë, mos thoni fukara, jo, s'ka këto fukara. Këto ka veshakime për mu se ki pare, ki cen, kredi ki. Ku do të me dhonë sadakan? Ku do të me dhonë pare më mirë? Kena me dhonë përgjësi për Allah për ta fjallë që jemi do i thanë. E jep më të mirë në xhami. S'ki nevoj me qunë filan, me se përme me emra, pe qenë Kosovë, pe qenë Afrikë, pe qenë ato. Qëfar burri mirë po të regohesh ti kur ti nuk e manë xhamin shtëpinë e Allahut, që ki obligim me moj shtëpinë e Allahut e veçan atje sadakan. Çka thu nesër kur të ndikën e gjykimin me thonë Zoti, morë ti shtëpinë tëme se ki majtë e ki qua atje. Që është dhe vëllë, sadakaja me mirë është me moj në xhami, me dhon në xhami. Çka jemi të bën në xhami? Për falmi namazin, për lexojmë Kur'an, për jam mësojmë dinin fejnë Allah, për mësojmë fëmijët tonë, për mësojmë gratë tona, dinin fejnë Allah. Shumë prej nesh jemi ndoshta edhe antarë xhamisë dhe japim për Allah. Mirë po ndoshta aje ka që ki që ndorë të punu, ndoshta është të bajt në isen. Nuk është me neve nashta këtë minut, nashta është shtri. Po se babët kush i merë tyre mundi na që përbojmi, namazin, taravit, e këtë sene, leximin, e mësimet e ligja, kush i merë? Qaj që na ka mundësu neve me moj qetë, pari e ti që na pëjimi këto. Kjo është dhe ju lezër. Mos bumi burrat mirë në të huj, e në shpe mu kon ma i keqe. Jo në hake keme që të shpinë Allah të me marë qëto. Sadakaja me mi o ju lezër është me dhanë për xhami, dine këto. Agjerusi në Ramazan, qka duhet bëj? E likther min dhikri le, me eshtu përmendje në Allah të zërgjel. Me eshtu përmendje në Allah të zërgjel. Me përmend Allah në zërgjel. Përmendje Allahot ban dobi në zemër, ban dobi në vepër. Afdalu siyam zikrullahi fiha. Agjerimi ma i mirë, të kështë ka thonë Ibn Taymija, Allah më shërë. Kur pyet cila tavafi ma i mirë, cila është haxhi ma i mirë, cila është agjerimi ma i mirë, që ka thonë në ato adhurime që përmendet Allah Azza wa Jall. Agjerimi më i mirë është kur përmendet Allah Azza wa Jall. Apo do me bota agjerim më të mirë. Bahu me agjerim me përmend Allahun Azza wa Jall. Me gjuhën tonë me bo dhikr. Wa min a'zami dhikri tilawat al-Quran. Për çështjeve dhikrit më madhështor është me lexu Kur'anin. Dhe këto e ka thonë edhe Ibn Taymija edhe Ibn Qayyimi. Cëllë është dhikri ma i mirë? Leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit është dhikri ma i mirë. Pastaj o ju vëllezër, agjerusi në Ramazan, çka duhet të bën? Dëgjani me vëmendje o ju vëllezër. Agjerusi në Ramazan, çka duhet të bën? Dua, lutje. Merr në Kur'anin, edhe këshër, يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودة شهر رمضان الذي فصل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحان الله تأمل سبحان الله medita urdhët e Allahut Azza wa Jall. Qysh po vin urdhët e Allahit?
po të obligon me agjëru, po të kallëzon sa ki me agjëru, po të kallëzon ai i smut, asi i smut çka do të më bëj krejt, po të kallëzon ky muj, po shka është veçuar me Koran. Dhe poshtë këtyre ajeteve ka ardhur dhe kur të lut mu robi jam, unë jam afër përgjigjes së ti. O agjërus, o vëlla i dashur, o xhamatli, o te që agjeran, shiko çfarë ajeti madhështor. Kur ti lutesh Allah Azza wa Jall, Allah është afër përgjigjes tande. Allah Azza wa Jall është afër përgjigjes tande. Dhe ky ajet ka ardhur ndërmjet fjalëve të Allahut në lidhje me agjerën të tërë. Që jam në kuptu ti se agjerus, shfrytëzoj agjerimin tanë me lutje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 sende nuk i kthehen njeriu lutjet. Në 3 raste nuk i kthehet domethënë lutja e tërë. Është e pranuar domethënë lutja. E pejgamberi të parë për emrin po i thot as-saimu hatta yuftira. Thot agjerusi derisa ta prish agjerimin e tij. Çka më kupton kjo agjerusi derisa prish agjerimin e tij? Min hina yabda as-siyam. Prej atij momentit sefir. Prej atij momentin sefir që ti e kilon hajnë dhe pijen. Prej këtij momentit lutjet e tua nuk kthehen mbrapa deri në kohën e iftarit sa çete iftarit. Subhanallah. So ku e gjatë për lutje. Ai ki lut Allah mëna, ai kum lut Zotin në ditës. Allah po t'jep 13 tur po t'pret. Thot o rob jam po t'pres 13 tur ty na xherën çfarë? Apo mlut ajo. Subhanallah. Po e pret lutjen tonë që Allah më të përgjigj. E mos e lani për asgjë, o agjerus, o xhamat, o vëllezër e mi. Mos e lani për asgjë lutjen. Lut në Allahun, të partorën ka marrë transmetim, edhe kryp në shpekur sa mbad e kanë lutë Allahun Azza wa Jall. E kanë lutë Allahun Azza wa Jall për çdo sen. Kështu që është kohë e gjatë, prej sefyrit deri në iftar, sot duhesh ki koti për me lutë Allahun. E pastaj mos u çudet kur na i përmend me o xhallar që ka thonë pejgamberin, ka on transmetim që ka thonë amen, amen, amen Xhibrili, i ka thonë thuj pejgamberi ka thonë amen. E një për të që ka thonë amen pejgamberi është që i mira i cili hin Ramazan edhe nuk e fiton mëshirën e Allahut. Allahu ka dëm motor çdo ditë po të pret që ti me lut Allah më thonë o Zot falë. Që si tu Zot të Allah falë. Subhanallah, për agjerusin ka lutje të pranuar. Agjerusin në Ramazan. I ta'amu ta'am. Me i shy njerëzit. Me i dhan ushqim. Me i dhan ushqim. Kanë Zuhri yekul idha dakhala shahr Ramadan inma huwa tilawatul Quran wa it'amu ta'am. Më të vërtet po këto çu kam qenë. Më të vërtet kam thënë. Zuhri thot, kush është Zuhri? Zuhri është tabi'in i pari që ka përmbledh krejt hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Andaj tabi'in i pari i cili ka përmbledh krejt hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Çka po thotë ky? Po thotë që në vërtet kur ka ardhur Ramazanit, në vërtet për ne ka qenë Ramazani me lexu Kur'anin dhe me dhënë ushqim njerëzve. Me lexu Kur'anin dhe me dhënë ushqim njerëzve. Sa na në Ramazan e përjetojmë, sa po japmi ushqim. Fukarave, agjeruze, jepi ushqim. Pastaj ajo vëllezër e fundit ajo vëllezër agjerusin në Ramazan. E fundit ajo vëllezër agjerusin në Ramazan. El-iltizam mesajid. Me e lidh vetën tonë për xhami në Ramazan. Mundonë më orë shpesh në taravi, mundonë më orë në Ramazan. Me prezentu në për xhami, namazë, me e lidh vetën tonë në xhami. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masjiduha. Tokat më të dashura tek Allah janë ato toka që kanë xhami. Toka më e dashur çto parë është që ka tokë që jemi në xhami. E pse nuk kanë tokën më të dashur që është xhamia? Shkoni në atë vend ku ka xhami, pse? Allah Azza wa Jall e dan atë vend, Allah Azza wa Jall e dan atë popull, Allah Azza wa Jall e dan atë qytet
shkaki që është shtëpia e tij, është xhamia. O ju vëllezër, 7 persona kanë qenë në hijen e asaj hije që Zoti e krijon. E asaj hije që Zoti e krijon në ditën e gjykimit. Në hije, në ato të cilën Zoti e krijon në ditën e gjykimit kur nuk do të ketë hije pos asaj hije. E dielli mbi kokë. E 7 persona lloji tëve është, ka thonë pejgamberi, wa rajulun mu'allaqun bil masajid, dhe burri i cili zemra e tij wa rajulun mu'allaqun qalbun bil masajid, zakallahu khair. Nasitë në këto. Dhe burri i cili zemra e tij është e lidhur për kom, për xhami. Këta do të hinë, ky lloj njerëzve do të hinë në këtë hije, që zemra e tij është e lidhur për xhami. Në Ramazan, sa i ki zemrën lidhur për në xhami? Sa kujdesu për xhami? Sa vjen fal namazën në xhami? Lidhë zemrën me çka? Me xhami. Muhammed ibn Khafif qala: "Idha lam tajiduni fi saffi fatlubuni fi al-maqbara." Prandaj subhanallahu në bitë bembe. Po thotë në qoftë se ju nuk më gjani në saf në xhami, lere shkani te burrat keni mund gjej. Do me thonë ai tër jetën e ka pa të lidhur zemra e tij me xhami. S'ki mujt me e pa një ditë ato mos më kona në xhami. Çfarë ditë se kanë pa njerëz në xhami, ka thonë lirish te burrat të keni atje. Qysh kanë jetu të partor me lidhjen e xhamisë, zemra e tyre vërtet e lidhur me xhami. Djali Abdullah ibn Zubairit, dëgjani me vëmendje, o xhamat. Djali i Abdullah ibn Zubairit, momentet e vdekjes do i dalë shpyrti, i ka thonë fëmijëve të vet, çanu në xhami. E ka një azani, çanu në xhami, ka thonë se nuk muj kur më thimu Zoti me ne, ka thonë o bab, mërë ti në zavall vdekjes të vonë shpyrtje. Ka thonë jo se nuk muj me non thirrjen e Allah të Azogjel. Sa e kanë qunë namazën e akshamit, sa ka ra në ruku apo në sejdë, ka ndru jetë. Ka fillu me xhami dhe ka vdek me xhami. Subhanallah. Zemra e tëre e lidhur për xhami. Hisham ibn Urwa, djali i tij, kë kalon Hisham ibn Urwa, i ka thonë kujdestarëve, "Shumë djalin apo den xhamia jo, shumë djalin apo den xhamia jo." Edhe një ditë i ka pyet kujdestarët, ka thonë, "A u kanë djalin xhama me fal xhaman?" Thonë, "U kanë, ama u vanu." U kanë, ama u vanu. Ka shku të djali më herë, i ka thonë, "Pse te i vanu për xhaman? S'ki shku në xhami më herët?" O bab, ka thonë, "U kanë të ndrejsh devën e kështu të më radhë, u mashtu me deve." A dhe që i ka bërë baba djalit, Hisham që i ka bërë? Për i sodi ka thonë, "Ti ma devës më hyp jo, më kam keme shku në xhami." Parandaj, subhanallah. A i ka shku po vanu. Ka thonë, "Jo, a ku më disa ka po të shpinë larkë?" "Jo, ma ka thonë ti me deve." "Jo, më kam qash keme shku." Shikoj ju vëllezër se qysh kanë qenë partor, me lidhje me xhami, zemra tyre e lidhur për xhami. E lusmi Allah në zëgjët që krejt këta fjallë që i thash. Agjerusi në Ramazan, mi marrë këta vepra dhe mi shti në Ramazan për me arrit faljen e Allah, mshirën e Allah, me arrit gjennetet e Zotit, me arrit edhe me mos e gjenneti, ridwan Allah, knasien e Allah të zëgjët. Allah na unë sorbitëve, ja, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.